Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kolegji i Gjykatës kushtetuese i përbërë nga Sander Beci, Sonila Betja dhe Marsida Xhaferdari do të mblidhen me 2 dhjetor për të shqyrtuar padinë e kryeministrit Edi Rama dhe Këshillit të Ministrave për konfliktin e kompetencave me GJKK-on mbi pezullimin e Belinda Ballukut. Seanca ishte planifikuar për këtë të njëjtë, por u shtyp për shkak të kohës që gjyqtarja Xhaferdari kishte nevojë për të njohur me aktet e dosjes. Shqyrtimi i çështjes që përfshin zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku është shtyr dhe do zhvillohet me datë 2 dhjetor. Kolegji i Gjykatës kushtetuese përbërë nga Sander Beci, Sonila Betja dhe Marsida Xhaferdari ishte parashikuar të mblidhej këtë të njëjtë, por gjyqtarja Xhaferdari kërkoi shtyrjen për të njohur me aktet e padisë sipas rregullores që parashikon të paktën 2 ditë kohë për shqyrtim para seancës, me kërkesë të gjyqtares së Marsida Xhaferdari, e cila kishte marrë njoftimin për aktet pasdite të datës 26/11/2025 dhe në përputhje me nenin 24 të rregullores për procedurën gjyqësore, i cili parashikon se gjyqtarët duhet të kenë në dispozicion kërkesën dhe aktet e kërkesës të paktën 2 ditë para mbledhjes së kolegjit, u caktuaj që shqyrtimi i çështjes do të bëhet nga kolegji ditën e parë të punës pas festave zyrtare të nëntorit, konkretisht në datën 2 dhjetor 2025. Xhaferdari u caktua të shqyrtojë çështjen pas largimit të gjyqtares Holta Zaçaj, e cila kishte përfunduar mandatin e saj dhe u zëvendësua nga Arsim Vokshi. Kryeministri Edi Rama dhe Këshilli i Ministrave kanë kërkuar nga Gjykata kushtetuese shfuqëzimin e vendimit të GJKK-os për pezullimin e Ballukut pas ngritjes së akuzave për shkelje të barazisë në tendera. Sipas kryeministrit Rama, vendimi për pezullimin përbën një ndërhyrje të drejtë për drejtë të pushtetit gjyqësor në funksionimin ekzekutivit. Seanca e radhës do të zhvillohet pas festave zyrtare të nëntorit, duke hapur rrugë për një vendim mbi kërkesën e qeverisë për rikthimin e Ballukut në detyrë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku se po ushtrojnë presion mbi gjyqtarët e Gjykatës kushtetuese për të ndryshuar masën e dhënë nga GJKK-o për pezullimin e Ballukut. Berisha argumentoi se qeveria po përdor një standard të dyfisht për vendimet gjyqësore. Sali Berisha e sulmoi këtë të njëjtë kryeministrin Edi Rama dhe zëvendës kryeministren Belinda Balluku, duke i akuzuar se po përpiqen të ndikojnë në Gjykatën kushtetuese për të ndryshuar vendimin e GJKK-os për pezullimin e ministres. Ai tha se qëllimi i presionit është të shmang zbatimin e masës që qeveria nuk e mbështet. Këta bashkëhajdut shkuan së bashku në Gjykatën kushtetuese për të përmbysur vendimin e ligjshëm të Gjykatës GJKK-os dhe po përdorin për këtë qëllim të gjitha mjetet e presionit ndaj kësaj gjykate që u jep dhe pushteti. Më herët, Rama e kishte cilësuar vendimin e GJKK-os si unikal, ndërsa Berisha e sfidoi duke publikuar një listë vendimesh të ngjashme nga disa vende të Bashkimit Evropian, duke vënë pas se masat për zëvendës kryeministren janë trajtuar ndryshe. Tani, u thëm qytetarëve dhe ju të nderuar gazetar se ky është një mashtrim banal ordiner, sepse në vendet e Bashkimit Evropian, jo në një, por në një numër rastesh janë vendosur masat e pezullimit para vendimit përfundimtar të dënimit nga gjykata. Dhe kjo ka ndodhur në Rumani, ka ndodhur në Itali, ka ndodhur në Francë, ka ndodhur në Kroaci, ka ndodhur në Spanjë, ka ndodhur pra në një seri vendesh. Ministrat janë pezulluar gjatë kohës që kanë qenë në hetim. Konkretisht, Berisha gjithashtu krahasoi rastin e tij personal me atë të Ballukut, duke theksuar se qeveria po përdor standarde të dyfishta për të interpretuar vendimet e gjykatave dhe për të mbrojtur interesat e saj politike, në vend që të respektojë parimet e barazisë përpara ligjit. Pra, si heqja, si detyrimi për paraqitje dhe moslejimi për dalje jashtë shtetit, këto janë kufizimet lirisë. Dhe kur unë protestova, kur unë i kundërshtova, gjykata kushtetuese dhe qeveria, parlamenti mbrojti se ajo është një masë e drejtë që buron nga kodi i procedurës penale dhe se deputeti nuk është i mbrojtur. Në atë kohë ja u thash, do të kapni kokën me dorë, po le ta kapin, le të shkunin kokë hunë dhe vesh, se e meritojnë. Berisha kërkoi edhe një herë vlerësim të akuzës për zëvendës kryeministren, duke thënë se drejtësia do duhet të nisë hetimet për grup të strukturuar kriminal.
Partia Demokratike akuzon qeverinë dhe kompaninë ndërtuese për keqpërdorim fondesh dhe mungesë transparence pas dëmtimit të rënd të rrugës Qafë-Pllocë vetëm 2 muaj pas inaugurimit. Sipas Partisë Demokratike, kompania 2T ka ndërhyrë për të larguar masivin shkëmbor pa një kontratë të regjistruar në sistemin e prokurorimeve. Zëdhënësi Agenta Vangjeli referohet edhe raportit të KLSH-s duke thënë se problemet ishin paralajmëruar më herët. Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht që s'paktën hisëtime të menjëhershme po rrugën e re Qafë-Pllocë pas rrëshqitjes së një masivi shkëmbor që shkaktoi dëmtime serioze vetëm 2 muaj pas inaugurimit të saj. Sipas Partisë Demokratike, ky incident ka ngritur dyshime të forta mbi cilësinë e punimeve, transparencën e procedurës dhe përdorimin e fondeve publike. Pas rrëshqitjes së skarpatave dhe dëmtimit të rënd të rrugës vetëm 2 muaj pas inaugurimit, mediat raportuan se kompania 2T ka nisur punimet për largimin e masivit shkëmbor, ndërkohë që ende nuk ekzistonte një kontratë e lidhur dhe e njoftuar e tillë në sistemin elektronik të prokurimeve. Edhe më shqetësues është fakti se rruga është hapur pa procedurën e kolaudimit. Ligji është i qartë, asnjë vepër infrastrukturore nuk mund të hapet për përdorim pa u certifikuar më parë cilësia e punimeve. Zëdhënësja antikorrupsionit në Partinë Demokratike Agenta Vangjeli shtoi se problemet tek këtij projekti nuk janë të panjohura, duke cituar raportin e Këshillit të Lartë të Shtetit. Vangjeli u shpreh se rreziqet dhe mangësitë në projektin e zbatimit ishin paralajmëruar më herët, por nuk janë marrë parasysh, çka ka sjellë pasoja të rënda në një aks të rëndësishëm rrugor. Partia Demokratike kërkon nga SPAK të nisë menjëherë hetimet për këtë aferë të rëndë korruptive, të identifikojë dhe ndërshkojë përgjegjësit, si dhe të garantojë llogaridhënie për miliona euro të shpërdoruara dhe për rrezikun e madh të shkaktuar ndaj qytetarëve. Tryeza ndërpartiake për reformën territoriale ngre dilema mbi motivet e ndryshimeve. Demokratët e shohin si korrigjim të dështimeve të 2015-s, ndërsa socialistët kërkojnë fokus tek shifrat dhe kapaciteti i bashkive për të përballuar standardet europiane. Opozita dhe mazhoranca zhvilluan një takim për të diskutuar mbi ndryshimet e hartës territoriale të vendit, duke u përballur me mendime të ndara mbi qëllimet e reformës. Demokratët e konsiderojnë procesin si një mundësi për të korrigjuar pasojat e vitit 2015, ku sipas tyre ndryshimet e ndërmarra dëmtuan pushtetin lokal dhe prodhuan përfitime elektorale për partitë në pushtet. Ne po bëjmë një reformë mbi reformë. Do dëgjojmë po të njëjtat fjalë, kam frikë, unë vi nga 2015 dhe mundohem t'i referohem atyre parashtrimeve që janë bërë, po modernizim, ndarje territoriale efikase, shërbim ndaj qytetarit, forcim bashkive në aspektin në funksionin financiar, administrativ, shërbime publike më të mira, zhvillim territori ekuilibruar. Në fakt, këto fjalë që u hodhën atëherë, që ishin synimet e asaj reforme, sot rezultojnë nga e kundërta. Shumë bashki rurale u gëlltitën nga qendrat e mëdha urbane, humbi përfaqësimi i tyre dhe komunat u shkrinë në fakt dhe pati një ndërprerje edhe të përfaqësimit por edhe të komunikimit me qytetarët, pasi komunat realizonin atë komunikimin e imët dhe krijoi dhe dizekuilibër zhvillimor ndërmjet bashkive, ku bashkitë e mëdha për shkak edhe të mundësive që kanë ecur më shumë përpara se sa shumë bashki të tjera të vogla. Që nëse ne ecim po në të njëjtat modalitete, në të njëjtat rrugë siç kemi ecur tek reforma e parë, s'po bëjmë gjë tjetër, veç se po bëjmë reformën e reformës dështuar, që normal do ketë një rezultat sikurse kjo reformë që sot është e dështuar. Nga ana tjetër, socialistët kërkuan të shmangin retorikën politike dhe të fokusohen te të dhënat objektive. Ne të bazohemi ke faktet dhe ke shifrat dhe të bazohemi në mënyrë sistematike ke eksperienca e qytetarëve në terren. Sigurisht bën shumë sens që njerëzit kenë opinione politike, krejt normale, por të dhënat, të gjitha të dhënat, dhe absolutisht të gjitha të dhënat, tregojnë në mënyrë sistematike që reforma e 2014-s ka përmirësuar në mënyrë masive të gjithë mënyrën e funksionimit të pushtetit vendor në vend. Dhe ne duhet që paralelisht
paralelisht me këtë proces që ndodh në nivel qendror, duhet kemi një proces po kaq aktiv të ndodhë në nivel vendor për të pasur bashki që të jenë të afta të funksionojnë në këtë proces. Dy programet më të rëndësishme të mbështetjes së vendeve që bëhen anëtare, programi i koezionit dhe fondet strukturore, sërish lidhen ngushësisht me kapacitetin që kanë bashkitë e rajonet për përfituar financimin nga Bashkimi Evropian. Dhe ne na duhet padyshim që ne kemi bashki që janë të forta dhe të afta të funksionojnë jo thjesht si bashki të Republikës Shqipërisë, po si bashki që funksionojnë brenda një kuadri evropian. Sipas kryetarëve të bashkive të dëgjuar një ditë më parë në Komisionin e Ekonomisë, reforma territoriale e vitit 2015 la borxhet akumuluara nga ish-komunat duke ndikuar në performancën financiare të pushtetit vendor dhe krijuan sfida të reja për administratat lokale. Debati mbetet i hapur ndërsa përfaqësuesit e të dyja palëve po përpiqet të gjejë një ekuilibër mes standardeve europiane dhe nevojës për të rregulluar pasojat e reformës së mëparshme. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, ka paraqitur në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e vendimeve të dy gjykatave të posaçme dhe të gjykatës së lartë që i lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg. Në argumentet e mbrojtjes thuhet se masa është jo proporcionale, pa mbështetur në fakte dhe cënon ushtrimin e detyrës publike. Kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ka depozituar të martën në gjykatën kushtetuese kërkesën për shfuqizimin e masës së sigurisë arrest me burg, të vendosur më herët nga dy nivelet të gjykatave të posaçme dhe lënë në fuqi nga gjykata e lartë. Përfaqësuesit ligjor të Veliajt argumentojnë se masa është në kundërshtim me kushtetutën dhe cënon të drejtat themelore të funksionarit të zgjedhur. Sipas kërkesës, mbrojtja pretendon se masat e sigurisë është jo proporcionale në raport me akuzat e ngritura dhe se SPAK nuk ka paraqitur prova që Veliaj mund të ndikojë në hetime apo që të prish provat, aq më tepër kur dosja ka kaluar tashmë në gjykim në gjykatën e posaçme. Po ashtu theksohet se masa e izolimit pengon ushtrimin e funksionit të kryebashkiakut të Tiranës, një detyrë që sipas mbrojtjes nuk mund të cënohet pa një bazë të fortë ligjore dhe faktike. Kjo është kërkesa e dytë që Veliaj paraqet në gjykatën kushtetuese brenda disa javësh. Më herët ai kundërshtoi vendimin e qeverisë për shkarkimin nga detyra me argumentin e mosparaqitjes në punë për më shumë se 3 muaj, si dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj për shpadhjen e zgjedhjeve të pjesshme me 9 nëntor në Tiranë. Kushtetuesja i dha të drejtë kryebashkiakut duke shfuqizuar si dekretin presidencial, ashtu edhe vendimin e qeverisë duke rikthyer atë në detyrë. Gjendja e 15 vjeçarit të plagosur me thikë në Durrës vijon të jetë e rëndë, ndërsa mjekët thonë se 48 orët e ardhshme janë vendimtare për jetën e tij. I mituri u godit 4 herë nga një 14 vjeçar pas një konflikti të nisur në rrjetet sociale. Ngjarja ndodhi në zonën e Ish-Shkënetës, ku 2 grupe të adoleshentëve u përleshën fizikisht. Banorët e zonës shprehen të alarmuar për rritjen e dhunës tek të rinjt. Në spitalin rajonal të Durrësit vijon betejë për jetën e 15 vjeçarit që mbeti rënd i plagosur me thikë pas ditën e djeshme. Mjekët deklarojnë se ndodhet në gjendje kritike dhe se 2 nga 4 plagët që ka marrë janë afër zemrës, duke e bërë situatën tepër delikate. Sipas bluzave të bardha, orët në vijim janë vendimtare për stabilizimin e të miturit. Ngjarja e rënd u regjistrua në zonën e Ish-Shkënetës, ku konfliktet e nisura në rrjetet sociale u zhvendosën në terren. 2 adoleshentët përkatësisht 14 dhe 15 vjeç lanë takim për t'u sqaruar, por në vendngjarje mbërritën edhe shokët e tyre. Debati u kthye shpejt në përleshje fizike, ku u përdorën sende të forta dhe më pas mjete prerëse, çka solli plagosjen e rëndë të 15 vjeçarit. Banorët e zonës u shprehen të tronditur dhe të shqetësuar për ngjarjen, duke ngritur alarmin për përfshirjen e gjithnjë e më shumë të miturve në akt të dhune. Sipas tyre, mungesa e kontrollit prindëror, ndikimi i rrjeteve sociale dhe konfliktet e pavlera po çojnë drejt situatave tragjike. Do të jetë prindi kryesor, ai që do ta psikologjisin fëmijën e vet. Ka pse rrini mërzit, pse rrini shqetësuar. Ndihemi keq kur gjejmë raste të tilla. Edhe nuk është mirë që mosha e tyre të zgjidhin problemet me dhonë. Po faktorët janë të ndryshëm, por kryesisht po ndjekin stilin e reperave për të treguar që jemi gangstera. Gjuha e dhunës e rrjeteve sociale që përdorin është tmerr. Unë edhe telefonin me TikTok-un.
Ndërkohë policia po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësinë penale të miturve të përfshirë. Autoritetet italiane në koordinim me SPAK-un, Francën, Zvicrën dhe Britaninë kanë goditur një organizatë të fuqishme të trafikut të drogës duke arrestuar 24 persona mes Shqipërisë dhe Italisë. Mes tyre është edhe Igli Haxhiaj, ish oficer antiterrorit shqiptar i dyshuar në bashkëpunim me grupet kriminale dhe dekonspirim hetimesh. Hetimet lidhen me trafikimin e të paktën 1.3 ton kokaine dhe heroine nga Shqipëria drejt Italisë. Një operacion ndërkombëtar antidrog ka shkatruar një rrjet të fuqishëm të trafikut të lëndëve narkotike me bazë operative në Shqipëri dhe degësime në Itali. Operacioni koordinuar nga Prokuria Antimafia e Brescias dhe në bashkëpunim me SPAK, autoritetet franceze, zvicereane dhe britanike ka rezultuar në 24 masa arresti, 10 prej të cilave ekzekutohen në Brescia dhe 1 në Shqipëri. Sipas SPAK, mes të arrestuarve në Shqipëri është Igli Haxhiaj, ish oficer i antiterrorit i dyshuar për bashkëpunim me grupe kriminale gjatë periudhës 2021-2024 dhe për dekonspirim të hetimeve. Hetimet italiane dyshojnë se organizata është përgjegjëse për trafikimin e të paktën 1.3 ton kokainë dhe një sasi të konsiderueshme heroine. Grupi përdorte rrugë tregtare për të dërguar kokainën nga Amerika e Jugut drejt porteve të Europës Veriore, ndërsa droga transportohej drejt Italisë me kamion të modifikuar dhe heroina me autobus, shpesh herë pa dijenin e shoferëve. Në Itali, droga shpërndahej në 6 baza logjistike në provincat Brescia, Rovato dhe Palazzolo, që funksionon si qendra magazinimi dhe shpërndarjeje. Hetuesit thanë se paratë fituara nga trafiku ktheheshin te drejtuesit e organizatës përmes linjave të autobusëve Itali-Shqipëri, duke krijuar një rrjet të sofistikuar kriminal të mbështetur nga bashkëpunëtor shqiptar dhe italian. Hetimet kanë përfshirë përgjigje telefonike dhe analizë të bisedave mes anëtarëve të grupit, të cilët zbardhin strukturën dhe aktivitetin kriminal të organizatës. Gjykata e Shkodrës vendosi të njëjtën që Julian Sumraku dhe Erzen Uka të mbeten në burg pas arrestimit të tyre në Orosh të Pukës. Ata akuzohen për disa vepra penale duke përfshirë prodhimin e armëve luftarake, mbajtjen pa leje të armëve dhe nxitjen e kryerjes së akteve terroriste. Avokati i Ukës theksoi se klienti i tij përballet vetëm me një akuzë për mbajtje pa leje, duke mohuar në këtë mënyrë përfshirjen në veprimtari ekstremiste. Julian Sumraku dhe Erzen Uka, të arrestuar disa ditë më parë në Orosh të Pukës, u përballën këtë të njëjtë me vendimin e gjykatës së Shkodrës, e cila vendosi që ata të qëndrojnë në burg gjatë hetimeve. Të dy akuzohen për 4 vepra penale të rëndësishme që përfshin nxitjen dhe propagandimin e kryerjes së veprave me qëllime terroriste, prodhimin e armëve luftarake, kundërshtimin e punonjësve të policisë dhe mbajtjen pa leje të armëve shpërthyese dhe municionit. Avokati i Erzen Ukës shpjegoi se klienti i tij përballet vetëm akuzën e mbajtjes pa leje, duke hedhur poshtë dyshimet të tjera që lidhen me prirje ekstremiste. Fillimisht ka vetëm një akuzë dhe vetëm një ka pas, armbajtje pa leje. Unë kërkova vlerësimin e paligjshëm të arrestit flagrant për sa i përket mbrojtjes nga Naim Erzen Uka, i cili është ndodhur në atë banesë në mënyrë krejt rastësore dhe po në mënyrë rastësore ka shkuar dhe policia e shtetit në atë banesë pasi ka qenë duke bërë një aksion për gjendjen e bimëve narkotike. Fakti që është gjetur në atë banesë, ku ka disa armë, cilat nuk dihet nëse janë apo janë tafta për qitje, apo se janë disa armë të vjetra që janë gjetur në një banesë që nuk ka si lidhje me të mbrojtjen nga Naim Erzen Uka, nuk e bën atë përgjegjës për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve. Që s'ka asnjë lidhje me armët, asnjë lidhje me vendngjarjen, s'ka pas lidhje me akuzën që i po i ngarkohet atij. Megjithatë, hetuesit kanë argumentuar se dy të arrestuarit janë dyshuar që nga fillimi të kenë pasur bindje ekstremiste. Erzen Uka, ish komando, ka një të kaluar penale për nxitje të terrorizmit, ndërsa Julian Sumraku rezulton gjithashtu me dënime të mëparshme për vepra të ngjashme. Banorët e zonës kanë përmendur gjithashtu një person të tretë me të cilën shpesh shoqëroheshin të dy të arrestuarit. Avokati i Ukës e ka mohuar kategorikisht këtë pretendim, duke theksuar se nuk ka prova për të përfshirë një person të tretë në këtë çështje. Hetimet janë në zhvillim e sipër, ndërsa organet e drejtësisë po punojnë për të verifikuar të gjitha elementet e çështjes dhe për të përcaktuar nëse ka prova shtesë për përfshirjen e të tjerëve në aktivitetin e dyshuar ekstremist. Ndërkohë, masat e sigurisë mbeten në fuqi për Julian Sumrakun dhe Erzen Ukën, të cilët do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të procedurave ligjore. Autoritetet po vijojnë hetimet për të sqaruar nëse grupi mund të ketë pasur lidhje me rrjete të tjera kriminale apo aktivitete ekstremiste.
Policia e Durrësit ka goditur një tjetër rast të aktivitetit të palishëm të prostitucionit në kuadër të operacionit Storm. 2 shtetase braziliane u arrestuan në një apartament të marrë me qira, i cili dyshohej se përdorej për shërbimet palishme dhe konsum droge. Gjatë kontrollit u sekuestruan prova të rëndësishme, ndërsa një 22 vjeçare u procedua për përfshirje në këtë veprimtari. Një tjetër episod i rrjeteve të prostitucionit dhe përdorimit të lëndëve narkotike është zbuluar në Durrës, ku policia vijon fazën e operacionit të gjerë Storm, i orientuar drejt identifikimit të apartamenteve të përshtatura për veprimtari të jashtëligjshme. Këtë herë në qendër të hetimeve përfundoi një apartament në lagje numër 2, ku 2 shtetas brazilian kishin qëndruar prej disa ditësh. Sipas policisë, banesa shërbente si vend ku ofroheshin shërbime seksuale kundrejt pagesës, ndërsa aty konsumohej dhe lënda narkotike. Forcat e rendin ndërhyjnë pas informacioneve të mbledhura nga terreni, por gjatë operacionit 2 gratë refuzuan të hapnin derën. Përpasoj, hyrja u realizua me asistencë të shërbimit zjarfikës, i cili mundsoi deportimin në ambient. Kontrolli i banesës nxori në dritë një sër provash dhe mbështesti ndyshimet e hetuesve, para në valutë dhe lek, pasaporta, disa telefona celular, kartë SIM, një blok shënimesh me regjistrime të dyshuara të klientëve, si dhe sasi të vogla lëndë narkotike të tipit kanabis, ndërkaq që 22 vjeçar u procedua penalisht për përfshirje në aktivitet në bazë të akuzës prostitucion. Sipas policisë, kjo është faza e 10 e operacionit Storm, i cili gjatë muajve të fundit ka evidentuar një rritje të pranisë së shtetasve të huaj, veçanërisht nga Brazili dhe Kina, që përdornin apartamente me qira për ushtrim prostitucioni në zonat urbane. Hetimet po vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë pjesë e rrjetit dhe për mënyrën se si organizohen furnizimi i tyre me klient dhe ambiente. Eci me një tjetër informacion, qyteti i Kavajës feston 113 vjetorin e valvitjes së parë të flamurit kombëtar, një ngjarje historike që simbolizon çlirimin e qytetit në një ceremoni madhështore në sheshin para bashkisë dhe aktivitete të shumta në shkolla dhe institucione. Në këtë datë historike, qyteti i Kavajës u mbush me flamuj kombëtar dhe atmosfera e sheshit para bashkisë ishte e mbushur me emocion dhe krenari. Bashkia kishte paraprir festime duke zbukuruar qytetin me flamuj, simboli i përkushtimit ndaj kujtimit të patriotëve dhe dëshmorëve që luftuan për lirinë e qytetit. Ceremonia zyrtare nisi në orën 10 me ngritjen e flamurit kombëtar në tingujt e bandës së qytetit. Banorët të çdo moshe, përfaqësues të institucioneve, klerik fetar, trashëgimtar të familjeve të patriotëve dhe dëshmorëve u mblodhën për të marrë pjesë në këtë përkujtim solemn. Fjalën e hapjes e mbajti kryetari i bashkisë zoti Fesnik Qosja, i cili theksoi rëndësinë e kësaj dite për qytetin dhe gjithë kombin. Qosja vlerësoi kontributin e palodhur të parëve tanë, duke e konsideruar këtë festë si një kujtesë të gjallë të sakrificës së tyre. Qyteti i Kavajës në 1912 në 27 nëntor ka ngritur flamurin dhe ka përcjellë për në Vlorë kryeministrin e asaj kohe Ismail Qemali, dhe ka pritur dhe ka nderuar ashtu si din qytetarët e Kavajës, ashtu si din burrat e vërtet të Kavajës. Shumica për ju shtu përfaqësoni vlerat qytetarët e Kavajës, përfaqësoni qytetin e Kavajës në institucione ku punoni. Do të jeni gjithsesi për ju shkrenar, përfshi edhe mua sekretar bashkie që jam krenar që përfaqësoj qytetin e Kavajës. Kavaja ka qenë gjithmonë mball, Kavaja ka qenë gjithmonë e para, por jo atëherë për Kavaja vazhdon të jetë sot e para. Lulëzoj e para dhe do të mbaj flamurin e parë në Shqipëri për ndryshime dhe për test përpara ky vend i mrekullueshëm. Pas fjalës së kryetarit përfaqësues të bashkive dhe të pranishmit, zhvilluan pritje zyrtare duke nderuar të gjithë ata që kontribuan. Atmosfera ishte festive dhe respekti ndaj historisë ishte i dukshëm në çdo detaj të ceremonisë. Festimet nuk u kufizuan vetëm në bashki. Shumë shkolla të qytetit zhvilluan aktivitete kulturore dhe koncerte tematike, ku nxënësit interpretuan valle dhe këngë patriotike, duke treguar respektin dhe dashurinë për historinë e qytetit. Kjo ditë simbolizon trashëgiminë e vlerave kombëtare që përcillen brez pas brezi. Ecim më tej me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 28 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot kryesisht të vranë dhe reshje të herë pas hershme shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira të dendura dhe reshje të dobëta në disa zona të veriut, ndërsa pasditja pritet të theksojë shirat në jug dhe përgjatë vijës bregdetare.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe perëndimore. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët ku vranësira do të jenë më të shpërndara. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa përgjatë Bregdetit pritet të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 nëntor do të jetë në orën 6:37, ndërsa perëndimi në orën 16:20. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 12 gradë Celsius. Korç, 3 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të ftohta ajrore me mot të vranë dhe rreshje të dobëta bore dhe shiu në disa zona. Paraditja do të sjellë borë të lehtë në verilindje, ndërsa pasditja pritet të sjellë rreshje të dobëta shiu në pjesët perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 5 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 28 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 28 nëntor do të jetë në orën 6:35, ndërsa perëndimi në orën 16:11. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 1 deri në 3 gradë Celsius. Podujevë, 0 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, 1 deri në 3 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë, 0 deri në 2 gradë Celsius. Gjakov, 2 deri në 5 gradë Celsius. Malishevë, 1 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, 0 deri në 2 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, 0 deri në 3 gradë Celsius. Suhare, 2 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, 1 deri në 4 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime dhe informacione të reja, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit të Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.